Kam lexuar një studim shkencor rreth abdesit. Për Zotin, vëllezër dhe motra, pasha Zotin, me të shku imani 100, pasha Zotin e madh, vallahi billahi, për Zotin. Ai tregonte studimi shkencor, s'kishte lidhje me Islamin. Thoshte sensorët e të gjithë organizmave, e të gjithë organeve të trupit njeriut janë tek shputat e durve, tek shputat e këmbëve, tek veshët dhe tek syt. Subhanallah. Tani llogaritë ti çfarë bën muslimani 5 herë në ditë, po ti marrët rregullit asaj që tani është më e mira. Ti prek dhe zgjon sensorët e gjithë organeve të trupit. E kupton ti sa larg janë gjilponat kineze ndaj nesh apo jo? I le ke ura e Tares. Atje, ose ke ura Shijakut. S'ke nevojë me këtë gjitha në fen ton, zbatoje mirë rregullisht. Çdo gjë është me mrekullim brenda.